Derisa frimojmë dhe veprojmë si subjekt, do të kemi gardian të kauzës shqiptare, tha Ahmeti në tubimin e mbrëmshëm në qytetin e Kumanovës. Ahmeti më tej tha se Bashkimi Demokratik për Integrim nuk do të lejojë që as dëshira për 63 deputet të Nikola Gruevskit, por as apetiti i Zoran Zaevit për votën shqiptare nuk ka për të ndalur hovin e Bashkimit Demokratik për Integrim për të qenë vendimtare në qeverinë e ardhshme. Nikola Gruevski kërkon 63. Zoran Zaevi kërkon votat e shqiptarëve. As njëri as tjetri këtë ëndër mos e shoh. Unë u siguroj dhe vendi është ku jepet fjala e burrit mu në Kumanov, se Bashkimi Demokratik për Integrim, shokët e prindve të këtyre, janë qelsi i qeverisë sashme dhe s'ka pa Bashkimin Demokratik për Integrim as konstituim, as funksionim, as të qeverisë, as të legislativit, sepse mu ky Bashkim Demokratik për Integrim e ka fitoren të sigurt. E ka fitoren të sigurt sepse u ka këputur leqët e kamëve të gjithë atyre që kanë pritur që do kenë ndonjë luhatshmëri apo rënje të përkrahjes kombit shqiptar në Maqedoni ndaj djemve dhe bijave të tij. Por kjo nuk ndodhi dhe leqët e kamëve t'i kanë lëshuar prandaj. Ky shtet do funksionojnë në normalitet duke qenë përfaqësuesit më legjitim të këtij vendi ata të cilët kanë dhënë që të ndryshohet edhe historia më e re.